Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka inspektuar nga afër punimet që kanë nisur për transformimin e lulishtes së liruar pranë gjimnazit 20 Dentori. Sipas kryebashkiakut, puna po vjen me ritme intensive dhe pritet të përfundojë brenda një afati të shkurtër, duke e kthyer këtë hapësirë në një ambient të gjelbër dhe funksional në shërbim të qytetarëve. Prej muajsh në Shkodër po vjen puna për shlirimin e hapësira publike dhe rehabilitimin e lulishteve, që për vite me radhë kanë qenë të zbatuara me qëllim rikthimin e funksionalitetit urban, shtimin e sipërfaqeve të gjelbra dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët.